shqiptarët janë një kombë multikonfesional, jo tani, por kanë qenë prej shumë shekujsh, por nga ana tjetër harmonia ndërfetare tek ne është një realitet i përcjellë prej kohësh që nuk mbahet mend nga njëri brez në tjetër. Një realitet të tillë ne sot e jetojmë si diçka të natyrshme, por që të huajve ju bën përshtypje të madhe dhe me drejtë. Në fakt, është një cilësi që gjendet rrallë ose hiç tek kombet tjera, përfshirë këtu edhe demokracitë e vjetra perëndimore. Për shkak të punëve që kam bërë gjatë jetës, më është dashur shumë herë të përgjigjem pyetjes se si e kanë arritur shqiptar një cilësi të tillë të lartë morale dhe përpasoj jam detyruar ose është dashur të ndjek në një farë kurreshtje dhe kujdesit veçantë dhe përgjigjet që ka marrë kjo pyetje nga humbtues dhe intelektual të ndryshëm, të djeshëm dhe të sotëm bashkëkombës në mua, në mënyrë që t'isha sa më përfshirës dhe bindës me shpjegimet e mia për bashkëbiseduesit e huaj, zakonisht politikanë apo diplomatë të nivele të larta, siç edhe shkrimtar e intelektual të shquar. Arsyetimi që kam deshur më shpesh ndër historianët apo sociologët shqiptarë lidhur me këtë harmoni ka qenë ky. Besimi fetar nuk ka qenë kurrë i rrënjosur thellë në ndërgjegjjen e shqiptarëve. Përpasoj, ata e kanë pranuar pa vështirësi tjetër, i cili i përkiste një besimi të ndryshëm. Unë nuk jam pajtuar asnjëherë dhe as nuk pajtohem me këtë arsyetim. Përkundrazi, besimi fetar me vetdijen e shqiptarëve ka qenë dhe mbetet i rrënjosur mirë dhe porosia e librave të shenjtë, qoftë Bibla apo Kurani, është kuptuar dhe zbatuar me përgjegjësi drejt nga besimtarët shqiptarë. Kjo do të thotë, sipas bindjes time, se kjo porosi e librave të shenjtë është përcjellë me vërtetësi dhe sens historik nga grigja e besimtarëve tek grigja e besimtarëve nga barim, qofshin ata klerik musliman apo klerik të krishterë. Po sjell nga historia jonë dy shembuj që më duken mjaftueshëm domethënës. Shembulli i parë vjen nga përcjellja në Mshim e Haxhi Bebidibrës në mars 1937. Haxhi Bebiu ishte kryetari themeluesi i Bashkisë Islame të Shqipërisë. Fjalimin e lamtumirës në atë ceremoni e ka mbajtur kreu i kishës ortodokse autoqefale shqiptare, kryepeshkopi Visarion Xhuvani. Ky fjalim meriton një vëmendje të posaçme në suazën e temës për cilin jemi mbledhur sot. Për të mbledhur në atë ngjarje të paharrueshme, kryepeshkopi shpjegon edhe arsyeën e pranisë vet dhe sidomos pse po e merrte pikërisht ai fjalë. Haxhi Bebiu, thot kryepeshkopi, e kam njohur si një nga të parët kryetarë shpirtnuar që u dha dorën krishterëve tu e u thanë se e ndjekin besimin që na kanë lënë trashëgim të parë, por se kudo në jetën tonë jemi vllazën të pandashëm. Prandaj vazhdon më poshtë kryepeshkopi, unë po e thyej pengesën të mos pjesëmarrjes në ceremoni të tilla. Na jemi vllazë. Ne sot, saktësisht 88 vjet pas kësaj ceremonie, kuptojmë se Haxhi Bedibra dhe kryepeshkopi Visarion Xhuvani jo vetëm e shihnin, por edhe ndjenin sinqerisht njëri tjetrin si vllazë. Përmes tyre, kjo ndjenjë vllazërie synohet përcjellit te secili nga anëtarët e bashkësive besimtarëve që ata u ndiqnin. Por kjo vllazëri kombëtare nuk ishte vepër vetëm e një brezi, atij të Haxhi Bebidibrës dhe kryepeshkopit Visarion Xhuvani. Ishte një trashëgimi e ardhur nga klerit shqiptarë të brezave të mëparshëm dhe që kryepeshkopi në atë fjalim të shkurtër por historik kujdeset të theksojë se do të përcillet te brezat e ardhshëm. Ju ja si shprehet kryepeshkopi Visarion Xhuvani. Ai që po forcohet dita ditës. Ai ashtu prehet i sigurt se misioni i tij abdetar o petar qëndron në dorë të mira si tuaja. Shembulli i dytë vjen nga përcjellja në Mshim e Patër Gjergjishtës dhe ka ndodhur ditën e fundit të vitit 1940. Një nga fjalimet më të paharrueshme që u mbajtën në atë rast
është ai I kleriku të shtuar musliman Haxhi Ali Kraj. Atë Çfishta kishte shërbyer gjithë jetën si klerik I krishterë katolik, por ai nuk kishte pasur kur poste të larta drejtuese në kishën katolike shqiptare. Nga ana tjetër, në altarin e tij Haxhi Çfishta kishte shkruar lahutën e malësisë dhe një mal me vepra tjera në poezi në prozë. Në saj tyre, ai ishte bërë shumë I njohur e I dashur për shqiptarë, ani pse nuk kishte shkruar, ani pse nuk e kishte shkruar jetën thjesht si mestar. Ai e kishte ngritur kështu fjalë në bekuar në lartësitë pa njohura më parë nga gjuha shqipe. Haxhi Çfishta dhe Hafiz Ali Kraja kishin ushqyer prej shumë vitesh një misi të bukur personale njëri me tjetrin, që e njihte gjithë qyteti dhe rrethinat e Shkodrës. Por Hafiz Aliu nuk e ka lypur fjalën atë përcjellje madhështore për shprehur dhimbjen e vet njerëzore për ndarjen e fundit nga një mik të zero. Hafiz Aliu është aty për t'i thënë patërgjerë Çfishtës, paqja hajpës së gjithë Shqipërisë se, dhe po citoj, trima e gra, djelë me vajza, me fjalën shqiptare të napin besën se vllaznimi shqiptar që t'i shfaqen nga hut do të mbahet me forcë të madhe. Është fjala për të njëjtin vllaznim që kishte nxjerrë në pas 30 e kusuar më parë kryepeshkopi Misarion Xhovani në përcjellje të Haxhi Bedidigos, vllaznim shqiptar, I cili siç këta dy klerik të lartë e pohojnë me këto omazhe, është I pari e mbi të gjitha vllaznimet e tjera. Unë dala në këta dy shembuj sepse I gjej aty një të vërtet thelbësore, të shprehur rrallë me gjysmë zëri ose edhe të lënë me njanë si një harresë lidhur me meritore të vërtet të harmonisë ndërfetare ndër shqiptarë. Fjala është për klerikët, tanë të shquar të gjitha besimeve, pa dallim. Përkushtimi I këtyre klerikëve kërkon një vëmendje të veçantë dhe komplekse. Unë po ndalem shkurtimisht vetëm me një aspekt të këtij përkushtimi. Hafiz Ali Kraja I drejtohet patërgjegjë Çfishtës. Vepra yte ka për të formuar një faqe të shkëlqyrme në historinë politike të kombit shqiptar. Patërgjegji pranohet tashmë gjithësisht si poet kombëtar, por Hafizi I nderuar dhe fort I ditur në atë çast homazhit thellë nuk I thot se do të mbetesh në historinë e letërsisë shqipe. Përtej pjesëmarrjes së gjërave popullore dhe ekumenike, ceremonia zhvilloi aty ku I takonte një prelati katolik në Kishë. Por Hafiz Aliu nuk I përmend si më të rëndësishme përjetësinë në historinë e Kishës katolike shqiptare. Hafiz Aliu është I bindur se patërgjerë Çfishta do të mbetet I përjetshëm në historinë politike të kombit shqiptar. Dhe duke ditur misinë e gjatë dhe plot respekt që patërgjerë Çfishta dhe Hafiz Aliu shkelnin për njëri tjetrin për një jetë, jam I bindur se Hafiz Aliu, sidomos në ato rrethana, nuk do të jetë një vlerësim me të cilin nuk do të ishte pajtuar patërgjerë. Pra fjala politike është një nga qelsat kryesore për të kuptuar thelbin e përkushtimit të këtyre klerikëve muslimanë apo të krishterë si udhërrëfyes të besimtarëve. Por jo çdo lloj politike, sidomos jo politik partijake, jo politik që ngjet në pushtet mbi palë pa një tjetër. Ky saktësim më duket I domosdoshëm. Pa u larguar nga shembuj tanë, le të shohim çfarë sjell në vëmendje kryepeshkopi Misarion Xhovani në përcjelljen për nënshim të Haxhi Bedidigos. Lypset të pranojnë se duhet një politike fortë, një ideal dhe atletari e madhe, janë fjalët e kryepeshkopit Misarion Xhovani, pra një ideal dhe një atletari e madhe që vetëm feja e ka dhe e jep për me mujt prisi fesë tjetë dhe të qëndroj I patundur. Sipas këtij përkufizimi, politika atletare, do të thënë politika në shërbim të interesave të atletëve dhe të kombit, jo vetëm është e lejueshme, por madje është e detyrueshme për kryetarët shpirtënuar, siç shprehet kryepeshkopi. Kryepeshkopi pozitën e Haxhi Bediut pra e përcakton si kryetar shpirtënuar. Një përfshirje e tillë në politikë nuk bie ndesh me besimin fetar universal, përkundrazi,
Besimi fetar universal e jep mbështetjen dhe frymëzimin. Kryebishtropi i nderuar niset nga jeta e Haxhit Velidibrës për të arritur në një përkufizim të tillë, të vlefshëm për gjithë prisit fetar shqiptar. Pra, për një sy të thjeshtë, ky përkufizim nuk duket ndaj dogmatik. Do të thënë dhe përsëritur se klerikët tanë të mëdhenj dallohen mes të tjerash edhe për guximin e jashtëzakonshëm intelektual. Po ndalen shkurtimisht në një fakt tjetër biografik. Si dihet nga historia, Haxhi Velidibra është një nga baballarët e pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Në ato fillime në institucionet e shtetit themeluar në 28 nëntor 1912, ai ka mbajtur përgjegjësinë e lartë të kryetarit të krejtësisë ose të parlamentit, si do të quhej me gjuhën e sotme. Marrja e flamurit të Skënderbeut me shqiponjën dy krenare si simbol kombëtar për shtetin e pavarur u përgëzua në një pjesë e kopit, por edhe ndeshje në kundërshtim në fort të një rrymë muslimanësh fanatik, të cilët e shihnin pranimin e një shpendi, për më tepër me dy krerë në flamurin tonë kombëtar, si të papajtueshëm me Islam. Nuk ishte halli i vogël për Ismail Qemalin dhe bashkëluftëtarët e tij anëtar. Përballja me këta fanatik nëpërmjet forcës do të ishte shkaktuar gjakderdhje dhe një përçarje kombëtare me pasoja afatgjate. Do të ndërhynte pavonesë pikërisht Haxhi Velidibra, kësaj here jo më si kryetari i parlamentit, por si mufti. Haxhi Veliu njihet dhe pranohej gjerësisht si një teolog i shkruar. Ai gjeti në librin e shenjtë Kuranit mbështetjen e nevojshme për të nxjerrë një fatva me të cilën e legjitimoi edhe nga ana kuranore vendosjen e Shqipës në zemrën e flamurit tonë. Ndoshta pa guximin dhe mençurinë intelektuale të muftiut Haxhi Velidibra, ne sot do të ishim një flamur tjetër kombëtar. Në pak fjalë, toleranca ndërfetare të shqiptarë është vërtet një realitet shoqëror, por nuk përsëritet nëpër kohën si cilësi e lindur me individin. Pra nuk ka lidhje me ADN-n e shqiptarëve apo pralla të tjera bukura për t'u treguar turistët. Nuk është kurse as pasojë e cektësisë së besimit të shqiptarit të fetë në ndërgjegjën e tij. Është një edukim që na vjen si tradit prej shumë brezësh. Si i tillë, pra si edukim, në çdo brez fillon në një farë mënyre nga e parë. Dhe duhet ta shoqërojë njeriu shqiptar gjatë gjithë jetës, sidomos në kohën tonë, kur po thellohet konfuzioni i vlerave morale. Ky edukim bëhet jetik për të ruajtur kohezionin kombëtar. Në këtë edukim, klerikët kanë një rol të veçantë në mos më të rëndësishëm. Unë përfitoj nga rasti t'ju shpreh gjithë respektin dhe mirënjohjen time tek Shqipëria.